Mirëmëngjesi. Vetëm një dy bletë do ju tregoj sot. Po ju jap korniza edhe e mbyllëm, se kam shumë punë edhe s'do merrem dot shumë gjatë. Tani kanë vazhduar me ndërtu poshtë kapak. Tani vazhdojnë me ndërtu. Sepse disa mendonin se është shpejt për t'ju vendos katin, po shikoni se si janë. Te bletën mos gaboj, a kam tregu edhe ca herë tjera, sepse disa gjëra nuk i kuptojnë disa. Disa që janë të ri, disa që janë vjetër i kuptojnë, po ato thonë vetë që mundohen ta bëjnë pa kuptueshme për tjerët, me sa po e kuptoj unë se nuk ka mundësi. Ose të bëjnë sikur si din. Tani nuk po arri do të më marrë telefonin nga atje. Vetëm shikoje një pak se si është. A shihet korniza e fundit? Shpresoj të shihet. Se qesen ja kam lënë kot këtu. Kjo për një javë e gjysmë, brenda 2 javëve i duhet kati se s'bën. Shive korniza e fundit, shive si është. Shpresoj mos na argëzohet telefoni. Sepse e gjitha është pjesa, duhet i shohësh dhe sa vullosje kanë. Se kur i shoh se sa korniza të vullosura kanë, do ta dish se kur dalë ajo pjellja e vullosur, do shpërthejë këtu. Dhe ajo e bukur është që pash tek jo vetëm që i kanë ndërtu kornizat e reja që i kanë dhuru javën e kaluar, por edhe i kanë bërë pjellje. Kjo është shumë e mirë. Sepse dita është super e ngrohtë edhe nata është super e ngrohtë, kështu që tani se kanë problem. Shife, kjo është korniza e fundit, ka bë pjellje edhe në kornizën e fundit, prandaj do më duhet që t'jap kornizën tjetër. Shife. Se duket pjellje, edhe te korniza e fundit ka bë pjellje. Kështu që po ta lejmë edhe pak. Do jetë problem pastaj me roidjen, mbajini mend se unë nuk i kam vendos pa arsye katet e dyta shumë më shpejt. Dhe pse i vendos më shpejt, se unë e di se ç'a ndodh. Korniza e parë është me pjellje. Dhe çfarë ju thash, kornizat e bardha? Ja, korniza e bardhë ka mbush me pjellje. Ta shohim sa pjellje ka. Në dy kornizat e para, ato dyja janë me pjellje. E treta me pjellje. Këtu është komplet me pjellje ditore. Dhe mbretëresha është këtu në fund. Është fut me kokë aty duke bërë kontrolin. 3. Këtu sa po kanë dalë bletë të reja. Gjashtë. Po ju tregoj vetëm një natë që mos të rri duket më koshëm. Pjellja është cep. Mund ta shikoni, duket kornizë e bardhë. Edhe mund mendoni që nuk ka pjellje, por mu më pëlqen që t'u afaktoj. Prit ta marr kamerën nga afër. Se si që thash, po t'ja jep një kornizat në kohën e dur, në momentin e dur, ato ta mbushin me pjellje.
Shikoje. A duken vestë e bardha? Që mos të humbim kohë shumë? Besoj se duket. Shikoje, deri në cep në fund e ka mbush me pjelli. Kornizat e bardha. Shikoj një krahun tjetër. Besoj se shihet. Okej, perfekt. Ta vendosim prapadi. Se unë duke I pa nga njërë këtë pjesë të live-it, se mund të shpus në I pjesë dhe postoj në Facebook, duke në disa korniza kur I nxjerr si puna e kësaj, si kur s'kan pjellje, po me të vërtet ato janë me pjellje. Që prandaj u afrova që ta shikoni edhe ju. Edhe kjo është me pjellje, sa po kanë dalë blet të reja, ka vendos një polen të bukur rëndësore. Edhe këtej. Atëherë këtu kemi 2, 4, 6, 8 pjellje. Kjo është vetëm me polen. Me polen edhe ka mundësi që të bëje pjellje edhe këtu, sepse e ka pastru këtë pjesën këtu në mes, e ka boshatis. Në moment që e boshatis të rreth e rrotull, ka mundësi që të vijë të bëje pjellje edhe këtu. Kësaj sot unë nuk do I bëj asnjë gjë. Thjesht do t'i jap një kornizë ta punoj edhe javën tjetër nëse e shoh të arsyeshme, do jap katin e vet. Ose do vazhdoj të bëj ndarje. Ajo që po shoh është se në fund kanë vazhduar duke I bërë disa kupa të vogla. Por në moment që I japim korniza të reja, edhe ajo vazhdon I ndërton, kështu që nuk e bën plan me I. Prandaj po vazhdoj të punoj vetëm me kornizat pa ndërtuara, me kornizat të reja. Se shumë korniza të vitit kaluar, se para 2 viteve që kanë qenë si janë si të zeza shumë, do duhet I shkrit I heq. Kështu që japim kornizat e reja, sepse kornizat e reja janë si mu shkrit për bletën. Që e pas deri në fund dhe kemi me pjellin. Që thjesht japim një kornizë të re. Këtë kornizën e re e ka të bëme gati ka deri nesër. S'ka nevojë t'i vendos me plasmon sipër, sepse temperaturat janë goxha të ngrohta. Mbyllin, do t'tregoj edhe këtë tjetër në këtu në qitë, sepse edhe kjo ka nevojë për kornizë shtesë. Këto janë pothuajse të njëjtën ritëm këto 2 bletë, këto rrjeshte që e kam këtu. Nuk më thumë bojnëre, jo. Besoj se shihet apo jo. Nuk pash që se ka ndonjë koment, s'ka ndonjë koment. Ma mirë që s'po bëni koment, se s'po muj mi pa. Mashallah.
shife. Shife si është mbush me blet. A duket apo jo? Se duket. Këtu është një rrugë miz, është ngjitur në kapak. Edhe imagjino, jemi në orën, sa është ora? Ora 12 pa 20. Se thash 10. Ora 12 pa 20 dhe shikoj se çfarë gjendje është kolonia, sa miz ka. Imagjino çfarë bëhet natën. Natën nuk I shikoni këto kornizat fare. Prandaj ju jap kornizat gradualisht, jap nga pak që ti punojnë edhe të mbushin mirë me pjellje. Kjo këtu ka vazhdu me ndërtu sipër, po nuk më intereson me ndërtu sipër. Mu më intereson të ndërtoj e kornizën. Shes, por problemi është se nuk marrë do të porosit të reja mas, ua kam thënë me kohë se shumë kanë shkruajt ashet. Unë po I përgatis për ato që më kanë shkruajt që vitin të kaluar. Se kam shumë kërkesë, sidomos njërë në Facebook. Janë shumë njerëz që po më shkruajnë, po unë ua kam thënë se nuk mbaj thash shumë blet, sa të shes për të gjithë. Mashallah. Edhe këtu ka nisë me pjellë editore, korniza e fundit. Korniza e parafundit, edhe kjo është korniza e bardhë. Mashallah. Edhe kjo është me pjellje. Kjo nuk e ka aq shumë sa ajo, kjo ka pak më pak. Po tani vazhdojnë gradualisht edhe I mbushin me pjellje edhe kornizat e bardha, nuk e kanë më problem. Atëherë kemi një pjellje të mirë, se njëra ka më pak. Kjo është me pjellje cep edhe në cep. Tu sa po kanë dalë blet të reja. Me pjellje. Edhe këtë është me pjellje. Ka bo një kup të vogël, edhe këtu në fund ka bo një kup të vogël, por është bosh. Kështu që prandaj po ju jap vetëm kornizat pa punuara që t'i angazhoj me punë edhe mos kemi problem me rritjen. Mbretëresha është këtu në fund. Që kam tregu dhe me një video, unë kam prej krahët këtyre mbretëreshave, se nga njerë edhe nuk arrit dot t'i bëj të gjitha. Me punë të mirë. Dhe kjo është gjysmë e bardhë, këtu nuk e di sa mund ta dalloni nga atje. Nga këtu e këtej duket sigurisht dhe pjellja e vullosur ka dalë, ndërsa ky krau këtu është me pjellje editore. Se duket korniza sigurisht e re. E njëjta edhe krau tjetër. Deri në cep është me pjellje. Faleminderit. Ore Sami copa janë këtu te kjo. Si Sami copa, se kuptova. Mbretëresha ku është mbretëreshën e kaluam. Sa cop blet? Po diku tek 60 plus minus, s'po a them fix numrin. Se duken shumë mirë. Ka nevojë me hap më në fund se e di se pjellja I ka deri tek e parafundit. Edhe polen. Ja, korniza e parafundit është me pjellje.
si që shikoni, kjo i ka pothuajse gjitha kornizat i ka më shumë të me pjellje mbulosur, kështu që do dale shumë shpejt gjithë kjo pjellje e vullosur, dhe kësaj javën tjetër ka mundësi që t'ja japim katin e dytë. Se në qofë se unë i lej akoma kështu, mund t'i lej akoma edhe 2 javë tjera, është e pa mundur mos bëjnë përrojitje. Siç po e shihni gjitha kornizat kanë pjellje të vullosur më shumë ti. Dhe në moment që është pjellje vullosur, ai do lindi shumë më shpejt. Kjo është korniza e fundit, është me polen. Kjo është paloram. Nuk e dia mund të arrihet ta shihni. Është në të vërtetë panoram. Nuk e shihni ju sepse është telefonin krah kundër të diellit. Po një kushere si kjo kushton. Kushton, po unë nuk e di, shumica më thonë a mishet me kutia, po me kutia unë nuk shes blet. Nëse s'ta shes bletën kështu siç është kjo, po mund të shes dhe blet vogla, që janë me 5 rrugmiz, me 5 rrugmiz kanë nga 4 pjellje. Nuk mund të rriu të merre me këtë punën shkund blet nëpër kutia, jepi një mbretëresh siç bëhet. Kjo s'më pëlqen. Dhe ua kam rekomanduar që mos t'i bleni. Sepse nga nuk po i sjellin këtë lloj bletëshe dhe po fusin sëmundje dhe po na dëmtojnë edhe ne tjerë. Kështu që vetëm një kornizë duhet këtu. Te kornizën kjo e mbaron sonde. Ka të pamundur mos ta mbaroj këtë kornizën sonde. Faleminderit. Faleminderit atëherë, pse se vën kornizën e re thot në mes. Nuk vendosin kornizat e reja asnjëherë në mes, kornizat i vendos gjithmonë në sole. Dhe ajo e fundit ishte me pjellje. Edhe tek bleta e parë që ua tregova, edhe tek e dyta, tek e dyta kishte më pak pjellje, kishte një rreth, po ajo është e zezë dhe atë preferon më shumë se këtë të bardhën. Por ja vendosja të bardhën aty, ajo ka mundësi që mos dinte mbretëresha atje në fund, kështu që do rrinte më andej. Kështu që prandaj ja vendosa në fund se ta punoje, ajo do e mbushe me pjellje kornizën e zezë, pastaj atë ushqimin mjaltin do e kaloj te korniza e fundit. Kështu që vazhdon edhe ajo ishte me 8 korniza, mos gaboj me pjellje.